Jeta lëviz shumë shpejt. Por apo ju çon aty ku ju doni që të shkoni? Ju mund të kaloni vite duke kërkuar diçka që nuk e keni dhe të përfundoni aty ku nuk do doni të ishit. Duke eksploruar atë që bota na ofron, shpeshherë gjejmë asgjë. Megjithatë, udhëtimi juaj përmes kryqëzimeve dhe kthesave të kësaj bote nuk ka pse t'ju çojë në një shteg zhgënjimi dhe dëshpërimi. Më lejoni t'ju tregoj se si të ndërmerrni udhëtimin e jetës. Është një aventurë me Perëndin si udhëheqësin tuaj, aty ku do të zbuloni paqen, qëllimin dhe fuqinë që keni kërkuar. Është një udhëtim me bekime të papërfitueshme. Por ja se cila është pjesa më e mahnitshme, me Perëndin. Ju tashmë keni çdo gjë që ju nevojitet për udhëtimin e jetës. Jo gjysmën e atyre që ju duhen, ose shumë nga ato që ju duhen. Perëndia ju ka dhënë çdo gjë që ju nevojitet. Perëndia nuk ka patur kur qëllim që ju të pengoheni në rrugën tuaj gjatë ecjes së përditshme dhe padyshim, jo që të udhtoni të papërgatitur drejt Sarës. Prandaj ku doni të shkoni? Është koha të shpaketoni gjithçka që Perëndia ju ka dhënë. Zbuloni se si jeni pajisur për këtë udhtim dhe se si të jetoni me siguri, sepse ju, miqtë e mi, keni çdo gjë që ju nevojitet. Të jesh në natyrë është vërtet fantastike, derisa humbet rrugën. Ose nuk e gjen dot në errësirë rrugën për në shtëpi, apo nuk të kujtohet se në cilin drejtim duhet të ecësh. Nuk di të them për ju, por unë kam të vështirë të qëndroj dhe të pyes për udhëzime kur kam humbur. Por gjetja e shtegut të duhur është pjesa më e rëndësishme e udhëtimit të dikujt, dhe mbritja shëndoshe mirë në destinacion është zakonisht rezultat i ecjes në rrugën e duhur. Edhe nëse duhet për ulemi dhe të pyesim se nga duhet të shkojmë. Unë kam zbuluar se mund të humbasim rrugën edhe në udhëtimin tonë shpirtëror, kur dështojmë të ndjekim hartën e rrugës që Perëndia na ka dhënë në Bibël. Udhëzimet e tij përfshin edhe të jetosh një jetë me virtyte dhe mirësi. Edhe pse virtyti nuk është një cilësi e vlerësuar sot, ai na shërben si një tabelë udhëzuese që është e nevojshme për udhëtimin tonë shpirtëror. Prandaj sot do t'ju tregoj 5 mënyra për të qëndruar në shtegun e duhur me fuqinë e virtytit. Gjatë këtij mesazhi me titull Përsosmëria morale, këtu në Moment Vendimtar. Prandaj le të udhëtojmë së bashku përgjatë Shteteve të Bashkuara dhe bashkohuni me mua në qytetin e New Yorkut, mbi Central Park, në Apple Room, në Jazz, në Lincoln Center, për serinë time, çdo gjë që ju nevojitet. Kontrolli i cilësisë është vërtet shumë i rëndësishëm. Dua të them se nëse duam që të jemi njerëz të fortë dhe efikas që i rezistojnë kulturës tonë, ne duhet jemi njerëz me vlera. Dhe Bibla ka një fjalë për këto vlera dhe kjo fjalë është virtyt. Pietri thotë ti shtoni besimit tuaj virtytin. Prandaj së pari le ta shpjegojmë se çfarë është. Çfarë është virtyti? Kjo fjalë përdoret 2 herë te 2 Pietri 1. Na thuhet se Perëndia na ka thirrur të kemi virtyte dhe pastaj na thuhet që të bëjmë çdo përpjekje që të ndërtojmë virtyte. Ktu e gjejmë sërish faktorin e dyfisht për cilin kemi folur. Perëndia na e ka dhënë, por ne duhet që ta zhvillojmë. Ne nuk duhet thjesht ta shohim dhe ta vëzhgojmë, por duhet ta hapim këtë pako dhe të zhvillojmë këto cilësi. Pra virtyti është vërtet i rëndësishëm për cilësinë e karakterit tonë. Për sosmërinë shpirtërore, për sosmërinë morale, për njerëzit që kanë moral të mirë. Një njeri i virtytshëm është një person me cilësi. Një person që është i mirë, bujar dhe i hirshëm. Dikush që përgjithsisht përpiqet të jetë i paqortueshëm. Dikur kjo ka qenë diçka shumë e zakonshme në kulturën tonë. Jam aq plak sa i mbaj mend disa nga ato kohë. Nuk kishe pse të ishe i krishter për të qenë një njeri i tillë. Ishte pjesë e kulturës tonë. Ne krenoheshim me faktin që ishim amerikan dhe që amerikanët janë njerëz të mirë. Më kuptoni, mund të shprehje diçka dikujt për diçka të caktuar, edhe pse nuk dije shumë për atë njeri, por ai do të thoshte për ty jo, është burr i mirë, është njeri i mirë. Dhe me këtë nënkuptojmë që ai është një njeri të cilit mund t'i besosh, dikush që nuk po përpiqet të të mashtrojë, dikush që do të shpalos vlerat e jetës së tij. Megjithatë, për të gjithë ne si të krishterë, virtyti i vërtet vjen nga besimi ynë. Edhe ju për të njëjtën arsye, duke bërë çdo përpjekje, t'i shtoni besimit tuaj virtytin. Kur bëheni të krishterë, pjesë e paketës është edhe virtyti. Virtyti e ka fillesën e tij kur ju i besoni Perëndis dhe vendosni gjithë qenien tuaj në vlerat e tij.
por le të flasim pak se si funksionon kjo. Prandaj nëse doni që të dini për virtytin, duhet shikoni Jezusin si e tregoi Jezusi virtytin e tij. Ai e tregoi virtytin e tij duke kënaqur Atin. E dini që një pjesë e çdo njërit për nesh dëshiron që të kënaqë dikë tjetër? Në biznes, ky është një faktor motivues më shumë nga sa mendoja unë. Për shembull, Disneylandi dhe Disney Worldi është ndërtuar mbi kontrollin e cilësisë. Dhe parimi filloi me vet Walt Disney, i cili frymzoi besnikëri të madhe te punonjësit e tij. Një nga bashkëpunëtorët e Disneyt ishte dikush që quhej Stormy Palmer. Ai ka thënë entuziazmi dhe frymëzimi i Waltit na bëri të suksesshëm të gjithë ne në studio, sepse donim ta kënaqnim atë. Ai ishte më shumë se një shef, ai ishte si një baba. Njerëzit punojnë me zell për të prodhuar punë cilësore sepse ata duan të kënaqin dikë që është mbi ata. E keni bërë ndonjëherë këtë? A keni patur një njerëz në jetën tuaj, cilin e respektonit shumë, mbas e keni punuar për to, se jeni shoqëruar me të dhe keni dashur shumë që ta kënaqni atë njerëz? Brenda nesh ka diçka që na nxit të përpiqemi që të kënaqim njerëzit që i respektojmë dhe që i duam. E po, te Gjoni 8, Zoti ynë po bënte një diskutim me kritikët e tij, me farisejt, të cilët nuk e duronin dot cilësinë e jetës së tij. Nuk e pëlqenin Jezusin sepse përsosmëria e tij morale ishte shumë më superiore se sa e tyre. Dhe dëgjoni 8:28 dhe 29, Jezusi u thot: "Kur ta keni lartuar birin e njeriut, atëherë do të njihni se unë jam dhe se nuk bëj asgjë prej vetvetes. Por i them këto gjëra ashtu si Ati më ka mësuar dhe ai që më ka dërguar është me mua. Ati s'më ka lënë vetëm." Tani dëgjoni pak këtë, sepse bëj vazhdimisht gjërat që i pëlqejnë. A doni të dini se si të jetoni një jetë me virtyte? Bëjeni qëllimin tuaj që gjithmonë të bëni ato gjëra që e kënaqin Zotin Jezus Krisht, që e kënaqin Atin. Sekreti i virtytit të Jezusit ishte që ai u përqendrua për ta kënaqur Atin e tij. Dua t'ju tregoj diçka interesante që e kam zbuluar kur po shkruaja këtë projekt. Nuk është një rrugë një kalimshe. Kur ju e kënaqni dikë, më pas edhe ai njeri ju kënaq juve dhe ju jeni të kënaqur me të, është një rrugë dy kalimshe. Dhe në dy raste të ndryshme, në dy faza të ndryshme të jetës së tij në tokë. Perëndia atë foli që nga qielli në lidhje me birin e tij, duke ju thënë të gjithëve atyre që mund të dëgjonin: "Unë jam i kënaqur me ty." Ndodhi dy herë, më lejoni t'ju tregoj dhe nuk do t'i harroni, sepse janë dy ngjarje të rëndësishme. Ndodhi në fillim të shërbesës së Jezusit kur ai u pagëzua. Kjo është regjistruar për ne te Mateu kapitulli 3. Jezusi po pagëzoi dhe Bibla na thot kështu: "Ja një zë nga qielli që tha: Ky është biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur." Gjithmonë më ka pëlqyer ky pasazh i shkrimit sepse është një ilustrim i jashtëzakonshëm i Trinitetit. Perëndia bir ishte në ujë duke u pagëzuar. Perëndia frym zbret poshtë në formën e një pëllumbi. Ju kujtohet kjo? Ku është Perëndia atë? Ai është në qiell dhe ai po thotë: "Ky është biri im i dashur në të cilin jam kënaqur." Perëndia atë në qiell, Perëndia frymë e shenjtë që zbret poshtë si një pëllumb dhe Jezus Krishti që po pagëzohet. Kush është ky miq? Është Perëndia i plotfuqishëm, 3 në 1, Triniteti. Amen. Pra, dhe kjo është e jashtëzakonshme. Më lejoni të qëndroj këtu dhe të shtoj një fjalë praktike. Ashtu si Perëndia atë në qiell që deklaroi kënaqësinë e tij me birin e tij në tokë, edhe ne si etër toksor duhet ta ndërtojmë këtë lloj mendësie gjithashtu. A e dini këtë? Do t'ju tregoj një histori për babain tim sepse tani është në qiell, edhe të paktën nuk do të futem në telashe derisa të shkoj aty, prandaj çdo gjë është në rregull. Por babai im ishte si disa prej jush këtu, ai u rrit në një brez që nuk e shprehte edhe aq shumë dëmshurinë. E dini, e zbuloja nëse babai mendonte se isha në rrugë të mbar vetëm kur dikush më thoshte: "O, babai yt është shumë krenar për ty." Dhe fillova të mendoja me vete: "Po pse nuk ma thot mua këtë?" Por ai nuk e bënte dot, e kishte shumë të vështirë ta bënte. Dhe mbaj mend që babai im të më ketë përqafuar vetëm një herë gjatë gjithë jetës sime, sepse nuk i pëlqenin përqafimet. A mdonte mua? Po, sigurisht që mdonte. Por vinte nga një brez që nuk e shprehte dashurinë, dhe disa prej jush e kuptojnë se për çfarë e kam fjalën. Nëse e kuptoni çfarë dua të them, tundni kokën. Prandaj, nëse nuk e kemi mësuar këtë nga baballarët tanë, ndonjëherë nuk e dim se çfarë të bëjmë, as me fëmijët tanë. Më kujtohet koha kur isha baba i ri, ishte e çuditshme për mua. Nuk ma kishte mësuar njeri këtë. Nëna ime më përqafonte dhe shprehte shumë dashurinë, por babai im ishte njeri i mirë, por nuk e bënte këtë. E dini, më kujtohet një herë
kur u zgjata për ta përqafuar, kurse ai nxori dorën përpara për të më takuar dhe më vrau me këtë shumë, sepse kështu ishte brezi i tij. Por më lejoni që ndroj pak dhe t'ju them se dhurata më e madhe që mund t'ju jepni fëmijëve, sidomos ju baballar, është t'u tregoni se sa krenar jeni për ta dhe që ata ju kënaqin. Nëse ju e bëni këtë, ata nuk do ta harrojnë kurrë. Dhe askush nuk mund të bëjë tjetër veç jush, siç e thash. Njerëzit vinin dhe më thoshin: "O, babai yt është shumë krenar për ty." Ishte diçka e bukur, por nuk ishte njësoj sikur të ma thoshte vetë babai. David Toddy është 21 vjeç. Ai sapo është diplomuar nga Universiteti Liberty brenda 3 vjetësh dhe doli me 3 medalje nderi. I thash atij se unë isha diplomuar vetëm me medaljen e Zotit. I thash se kur isha në shkollë, vetmja listë e dekanit ku ishte shënuar emri im ishte lista e lutjes. Për doja që t'isha aty për David Toddyn. Ishte diçka vërtet fantastike që atë ditë Universiteti Liberty diplomoi 20.000 student nga auditorët e tij. Situata ishte paksa kaotike, por për mua ishte diçka e mrekullueshme që ndodhesha aty. Mbaj mend që qëndrova një çast e pash në fytyrë dhe i thash: "David Todd, jam shumë krenar për ty. Ajo që bëre është e jashtëzakonshme." Pikërisht për këtë kemi nevojë. Wes Stafford, i cili për shumë vite ka qenë presidenti i shërbesës Compassion International, ka shkruar një deklaratë mrekullueshme. Ja çfarë thot ai: "Unë besoj se fëmijët mbajnë me vete gjatë gjithë kohës një dërras të zezë të padukshme, një tabelë të zezë që e mbajnë paranesh me cilën në thelb duan të na thonë: Të lutem, më trego diçka. Më trego diçka për veten time, diçka për jetën time dhe për botën time." Ndonjëherë na shpëtojnë lutjet e tyre për t'i vlerësuar. Pra, cili është shembulli më i mirë i një babai për ju? Perëndia Atë. Ka një arsye ai pse quhet Atë. Si Ati ynë, ai na mëson se si t'jemi baballar të mirë. Dhe këtë jo vetëm që Perëndia ja tha birit të tij në fillim të shërbesës së tij, por edhe në mes të shërbesës së tij ai ja tha sërish. Jezusi u shpërfytyrua përpara tyre, fytyra e tij shkëlqeu si dielli dhe rrobat e tij u bën të bardha si drita. Ja, një re plot dritë i mbuloi. Dhe nga reja u dëgjua një zë që thoshte: "Ky është biri im i dashur, në të jam kënaqur." Pietri nuk e harroi kurrë këtë çast. Dhe as nuk do të harronit ju. Pietri ndodhej aty, ai pa gjithçka. Dhe te 2 Pietri 1:17, ai e përmend këtë, më lejoni t'ju lexoj këtë varg, sepse ai mori nder dhe lavdi nga Perëndia Atë, kur i erdhi ky zë nga lavdia e madhërishme. Ky është biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur. Pietri e përmend këtë te 2 Pietri, sepse ishte diçka vërtet madhështore. Zonja dhe zotrinj, ne jetojmë në një botë ku duket se askush nuk do të vlerësojë dikë tjetër. Por nëse duam të jemi njerëz të perëndishëm, ne duhet ta bëjmë qëllimin tonë këtë dhe të kuptojmë që një pjesë e jetës sonë të virtytshme është edhe të derdhim inkurajim të të tjerët. A e dini se çfarë kuptimi ka fjala inkurajim? Inkurajim do të thotë të derdhësh kurajo te dikush. Të marrësh një pjesë të kurajos që të ka dhënë Perëndia dhe ta zbrazësh te dikush tjetër, ta bekosh atë, ta inkurajosh atë, e ta vlerësosh atë dhe t'ia thuash në mënyra të ndryshme: "Unë jam i kënaqur me ty", ashtu si Ati i tha birit të tij. Pra, cilësia morale e Krishtit ishte kjo, kështu ishte i virtytshëm ai. Ai gjithmonë synonte që të kënaqte Perëndin dhe Perëndia ishte i kënaqur me të. Nuk mund t'ju tregoj 10 gjëra që duhet i bëni për të qenë njerëz të virtytshëm, por më lejoni t'ju jap një të dhënë të vogël. Zgjohuni çdo mëngjes dhe thoni: "Zot, më ndihmo të të kënaq ty sot." Më ndihmo të të kënaq ty sot. Nëse filloni ta bëni këtë, ndoshta do të kuptoni që gjërat që po bëni mbase nuk janë të kënaqshme për të dhe mbase nuk do doni t'i bëni disa prej tyre. Kurse disa gjëra që e dini se duhet i bëni, do të filloni t'i bëni. Është një mënyrë e thjeshtë por fantastike, një këndvështrim i mrekullueshëm për ta parë jetën tuaj. Tani le të kalojmë tek hapi i dytë. Cilësia morale e Krishtit ishte që ai synonte të kënaqte Perëndin dhe cilësia jon morale lind kur edhe ne synojmë të kënaqim Perëndin. Më lejoni ta çoj një hap në tutje këtë, ashtu si Krishti po e kënaqte Perëndin. Bibla u mëson ndjekësve të Krishtit se duhet ta bëjmë qëllimin tonë që edhe ne të kënaqim Perëndin. Dhe si mund ta kënaqim Perëndin? Duke jetuar një jetë të virtytshme, një jetë me vlera morale. Tani kjo duket pak friksuese dhe na bën të gjithëve që të marrim frymë thellë dhe të themi: "E di, shpresoj që Perëndia të mos e di për këtë." Më kuptoni apo? Perëndia di gjithçka apo jo? Nuk mund t'i fshesh asgjë Perëndis. Dhe ai nuk i harron ato, por nuk na qëndron mbi kokë me një listë në dorë duke na thënë: "Do të ndëshkoj për gjithë këto gjëra." Ai nuk e bën këtë. Por vetë përpjekjet tona për ta kënaqur Perëndin janë bërthama e asaj që do të thotë jesh i virtytshëm. Kevin De Jong na jep një ide të mirë. Ai thotë:
Kur ne dëgjojmë fjalët të kënaqim Perëndin, disa prej nesh i ka paniku, sepse e shohim Perëndin vetëm si gjykatës. Por Perëndia është edhe Ati ynë, edhe nëse mendojmë duhet ta kënaq Perëndin duke ju bindur sepse ai është gjykatësi im, atëherë ne minojmë lajmin e mirë të shfaqësimit nëpërmjet besimit. Por duhet të arsyetojmë në këtë mënyrë, unë jam shfaqësuar. Zoti është drejtësia ime, unë jam plotësisht i falur, unë jam birësuar në familjen e tij dhe jam shumë i gëzuar që ta kënaq Atin tim dhe të jetoj për të. Çfarë këndvështrimi të ndryshëm na jep kjo deklaratë? Kur ne dim që Perëndia është i dashur dhe na fal, kërkimi ynë për të qenë të virtytshëm bëhet një gëzim dhe aventurë. Ne punojmë fort, ashtu siç punoja unë shumë për të kënaqur profesorin tim të edukimit krishter. Ne punojmë shumë të krijojmë virtyte në jetën tonë, në mënyrë që kur Perëndia të na shoh, ai të na thotë: "Ky është birim, kjo është bia ime. Unë jam shumë i kënaqur me ta." Ky nuk është thjesht një sugjerim i turbullt. Biblia na jep udhëzime vërtet të matura për këtë. Dhe tani vetëm pak çaste dua që të shkojmë tek një pasazh që na tregon me hollësi disa nga gjërat që na duhen për të qenë të virtytshëm, është tek 1 Thesalonikasve kapitulli 4. 1 dhe 2, nëse keni Bibël më ndiqni sepse do t'i lexoj për ju. Ju lutem dhe ju bëjmë thirrje në Zotin Jezus, që sikundër morët prej nesh se si duhet të ecni për t'i pëlqyer Perëndis, kështu të teproni edhe më shumë, sepse ju e dini se çurdhërime ju lam nga ana e Zotit Jezus. Pali u shkroi këto fjalë besimtarëve Thesalonikas, dhe në thelb ai po u thot atyre: "Ju e dëgjuat kur ju mësuam se si duhet të ecni dhe ta kënaqni Perëndin." Dhe pastaj në vargun tjetër na tregohen disa mënyra për ta bërë këtë. Prandaj dëgjoni pak 1 Thesalonikasve 4:3 dhe 4. Sepse ky është vullneti i Perëndis. E po ja se si e kënaqni Perëndin, sepse ky është vullneti i Perëndis, shenjtërimi juaj. Tani le të futemi pak te gjërat e vështira, të hiqni dorë nga kurvëria, që secili prej jush të di ta mbaj enën e vet në shenjtëri dhe me nder. Zonja dhe zotrinj, nuk mund të flasim për cilësitë biblike të virtytit të patrajtuar edhe pastërtinë morale dhe seksuale. Kur ju i shtoni besimit tuaj virtytin, këtu përfshihet edhe materializmi i modelit të Perëndis për sjelljen seksuale. Ky është një nga problemet më të mëdha që kemi në kishë sot. Standardet që dikur tregonin se çfarë do të thotë të jesh i krishter, për sa i përket seksualitetit, sot janë bërë të mjegullta nga kultura në cilën jetojmë. Sa shumë të krishterë kanë gjetur një mënyrë për të justifikuar të jetuarit jo sipas standardeve të Perëndis, dhe në fakt kam lexuar libra që japin leje për këtë, nën maskën se sipas Biblës këto gjëra nuk janë të gabuara, por nuk është kështu. Biblia na thotë se Perëndia i fal të gjitha mëkatet tona, vërtet i fal. Por ai vazhdon më tej dhe na thekson se mëkati kundër trupit është veçanërisht fyes për të, dhe për këtë ka shumë arsye për cilat mund të diskutojmë. Por në vend që të tregoj sepse njerëzit dështojnë për këtë, pse kjo ndodh dhe se çfarë ndodh në kishën tuaj, në kishën time dhe kudo në përbot, dua që t'ju jap 5 gjëra, të cilat mendoj se do të jenë të dobishme për gjithë, prandaj mund t'i mbani shënim. Ja se si të përballeni me këtë çështje që është kaq urgjente në kulturën e sotme, madje edhe kjo përfshin edhe pornografinë dhe gjërat e tjera që janë pjesë e këtij diskutimi. Ja se cilat janë ato. E para, mbusheni zemrën tuaj me Jezusin. Të kënaqni Perëndin, bëjeni ambicien më të madhe të jetës suaj. Është shumë herë më e vështirë të bijem në mëkat nëse jemi të zjarrt me këtë motivim. Për të mposhtur mëkatin dhe tundimin, mbusheni zemrën tuaj me Jezusin. Perëndia ju ka krijuar, ai ju do, ai dërgoi Krishtin që të vdiste për ju. Ai do të ketë një marrëdhënie të përditshme me ju, ai do që t'ju bekojë. Ai ka një qëllim për jetën tuaj që është shumë herë më i madh nga sa mund të përfytyroni. Ai po ndërton një shtëpi për ju në qiell. Pse nuk do doni ta kënaqni atë? Më shumë se çdo gjë tjetër në botë. Më besoni, ky motivim është rruga më e mirë drejt shenjtërisë. Bini aq shumë në dashuri me Jezusin sa të mos doni kur ta lëndoni atë. Nuk ka të bëjë me gjërat që duhet apo nuk duhet bëjmë, gjërat e drejta dhe të gabuara, por ka të bëjë me dashurinë tuaj për Perëndin, me dëshirën tuaj për të bërë atë që e kënaq Perëndin dhe i sjell zemrës së tij gëzim, që t'i hedh syt drejt jush dhe t'ju thotë: "Ky është biri im i dashur, jam shumë i kënaqur me të." Kjo nuk do thotë se nuk do të tundoni, nuk do thotë që nuk do të hasni vështirësi, por nëse bini në dashuri me Jezusin dhe e bëni atë dashurinë tuaj të madhe, kjo do të mposhtë shumë nga gjërat që po ndodhin sot në botë. Dhe e dyta, mbusheni mendjen me shkrimin. Kur ju merrni Biblen dhe ngulisni në mendjen tuaj, ajo ka një mënyrë për t'i larguar mendimet e tjera, dhe kjo e kënaq Perëndin. Një mënyrë për ta ngulitur në mendje fjalën e Perëndis është meditimi mbi pasazhe, si tek ai tek 1 Thesalonikasve 4. Ja se çfarë duhet të dini mbi çdo gjë tjetër, që dy objekte nuk mund të zënë të njëjtën hapësirë.
Shpesh dëgjoj njerëz të thonë, po do të ngrihem nesër në mëngjes dhe do të kem mendime pozitive, nuk do të kem më disa mendime të caktuara. E dini çfarë ndodh kur e bëni këtë? Do të mendoni shumë herë më tepër nga sa keni menduar, më shumë se sa një ditë më parë. Nuk mund t'i zvendçoni mendimet e këqija duke vendosur që s'do të keni më mendime të tilla. Mendimet e këqija i zvendçoni duke mbushur mendjen me shkrimin, dhe ndërsa filloni ta bëni këtë, mendimet e këqija fillojnë të largohen dhe funksionon. Por duhet të punoni për këtë. Duhet jeni të vendosur se këtë do të bëni. Ja se cila është e treta, dhe është vërtet interesante. Mbusheni rutinën tuaj me rregulla. Njerëzit nuk i pëlqejnë më rregullat, e dinit këtë? Por Biblia është e mbushur me rregulla dhe jo të gjitha janë të lehta për t'u ndjekur, por siç ju thash më parë janë për të mirën tonë dhe për lavdinë e Perëndis. Dikush mund thotë po nuk dua rregulla, ato më bëjnë legalist. Por pa rregulla nuk mund të funksionojë një shkollë, as rrugët e qytetit nuk do të funksiononin, nuk do të isha këtu në New York, në Times Square nëse nuk do të kishte rregulla, që shumicën e kohës kështu duket gjithsesi. Por nëse gjendeni aty dhe nuk ka semaforë, nuk ka rregulla, nuk ka policë, imagjinoni do çfarë kaosi do të ishte? Nëse çdo gjë dhe secili në botë ka nevojë për disa rregulla, a nuk mendoni se edhe juve ju duhen disa? Që herët në shërbesën e tij, pasi pa një numër të madh ungjilltarësh të spikatur, të binin në mëkat seksual, Doktor Billy Graham vendosi që të mos qëndronte më kurrë vetëm me një grua që nuk ishte e shoqe e tij. Ky vendim u bë i njohur si rregulli i Billy Grahamit. Është vërtet. Ai jo vetëm që po mbronte veten kundër tundimit, por ai po mbronte veten edhe kundër mundësisë nga deklarata të pavërteta dhe akuza të rreme. Mund të thoni po pastor Jeremia, kjo është kaq e vjetër dhe demode, dhe pa dyshim që bota sot nuk funksionon më kështu. E dini çfarë? Nuk më bëhet vonë. Nëse duam të jemi njerëz të perëndishëm, duhet fillojmë të vendosim garda rreth jetës sonë. Mund thoni po nuk do të tundohem kurrë nga kjo, por po ju them nëse vendosni garda, nuk keni për të tunduar kurrë. Mos e vendosni veten në rrugën e mendjemadhësisë. Sa shumë ju intereson virtyti juaj, nëse ju intereson, duhet këtë disa gjëra të cilat nuk do t'i bëni, disa vende ku nuk do të shkoni, disa situata të cilat nuk do ta vendosni veten. Prandaj jam këtu vetëm për t'ju thënë se nëse doni të jeni një njeri virtytshëm, duhet keni rregulla, disa rutina të caktuara. Mbusheni zemrën me Jezusin, mbusheni mendjen me shkrimin, mbusheni rutinën me rregulla dhe mbushni miqësitë tuaja me përgjegjësi. Në Bibël na thuhet se na është dhënë çdo gjë që na duhet për jetën e perëndishme. Dhe është diçka e mrekullueshme kur e shohim këtë nëpër kishat tona. Në kishën time ne kemi një rjetës të madh me grupe të vogla. Në fillim kur grupet e vogla filluan të bëheshin popullore, isha pak skeptik, por tani e kuptoj se nëse keni një kishë të madhe, duhet të rriteni nga pak. Dhe kjo mënyrë është përmes grupeve të vogla. Megjithatë, një cilësi tjetër e tyre është se këto grupe ju mbajnë të përgjegjshëm. Mund të flisni me njëri tjetrin, mund të ndani sfidat që keni, mund të kërkoni lutje, mund të kërkoni ndihmë. Prandaj, nëse keni një mik të ngushtë që i besoni, bëni një marrëveshje me të. Mbajeni njëri tjetrin të përgjegjshëm për të jetuar jetën në mënyrë të shenjtë. Mbusheni zemrën me Jezusin. Mbusheni mendjen me shkrimin. Mbusheni rutinën tuaj me rregulla. Mbusheni miqësitë me përgjegjësi dhe mbusheni shpirtin me vendosmëri. Më lejoni t'ju jap një këshill të përgjithshme. Bëni çdo gjë që mundeni. Tërheqja magnetike e tundimit na godet të gjithëve përfshirë dhe fëmijët tanë. Sot është më e vështirë se kurrë më parë në histori, për shkak të kombinimit të lirisë seksuale me mundësitë elektronike. Por mlinit ju kujtoj pak një djalosh që ka jetuar dikur, i quajtur Daniel, i cili vendosi në zemrën e tij të mos e ndodh veten. Është edhe një tjetër djalosh i quajtur Jozef, i cili ja mbathi nga shtëpia e Potifarit, edhe pse gruaja e tij po ja griste rrobat nga trupi, sepse ai e dinte që ishte më mirë pa rrobat e tij se sa pa karakterit e tij. Dhe Jozefi u fut në burg për këtë, por Perëndia e nderoi. Nëse mendoni se Pali dhe Pietri dhe të tjerët tregohen të ashpër me mëkatin seksual, duhet të dëgjoni se çfarë thot Jezusi për këtë. Ja se çfarë. Në qoftë se syri yt i djathtë të çon në mëkat, hiqja dhe flake larg teje, dhe në qoftë se dora jote e djathtë të çon në mëkat, preje dhe hidhe larg teje. Po Jezusi e tha këtë, po e kishte seriozisht. E po mbase jo ashtu siç e lexojmë. Ajo që ka dashur thotë është që të mos lejojmë asgjë të jetë pengesë për të qenë ata njerëz që Perëndia do që të jemi. Ndërmerrni çdo veprim që duhet, por jini të vendosur me hirin e Perëndisë. Unë nuk do të jem një viktim, unë do të jem fitimtar për Jezus Krishtin dhe do të jetoj në këtë mënyrë.
Dhe pastaj në këto pasazhe mësojmë se ajo që duhet të bëjmë tjetër është që ta duam familjen tonë të besimit. E dini, është interesante ajo që më ndodhi kur isha i vogël. Babai im ishte pastor. Secili kishte mendsinë se kur vjen e diela duhet të shkojë në kish. Kjo ishte pjesë e rutinës, shkoja në kish. Kisha dikur ka qenë përparësi për të gjithë ne. Dikur besonim se nëse nuk shkoja në kish do ta vendosje veten në rrezik. Kurse sot kisha është, e dini çfarë, në Kaliforni, njerëzit shkojnë në kish 2 çdo 5 të diela. Dhe njerëzit e mirë dhe të perëndishëm shkojnë në kish 2 çdo 5 të diela. Kur unë isha i vogël, shkonim në kish çdo javë, nuk mungonim asnjëherë, dhe jo vetëm të dielën në mëngjes, por edhe të dielën në mbrëmje dhe të mërkurën në mbrëmje dhe sa herë që mund të na thrisnin. U them gjithë dhe kam pasur një problem me varësinë kur kam qenë i vogël. Isha i varur nga kisha sa herë që hapej dera. Kështu ka qenë atëherë. Kurse tani kemi kaluar në ekstremin tjetër, kisha është diçka fakultative. Dhe ne po e humbasim bekimin e kishës. Dhe kjo po shkakton një efekt të tmerrshëm në kulturën tonë. Qëllimi i kishës ka qenë të ishte një vend i Perëndis për inkurajimin e njerëzve të tij, ku dëgjoje fjalën e Perëndis dhe ku forcoheshe në gjërat e Zotit. Këto janë gjërat që duhet ju tregoj për virtytin. Këto janë ato gjëra që duhet i mësonin të gjithë sot. Bibla thot, ti shtoni besimit tuaj virtytin. Dhe për këtë ne duhet të bëjmë diçka. Kjo nuk ka për të ndodhur automatikisht, sepse kur bëhesh i krishterë, nuk bëhesh automatikisht njeri i virtytshëm. Perëndia ju jep çdo gjë që ju nevojitet për të bërë të virtytshëm, por ai pret që ta merrni atë që ai ju jep dhe ta vendosni në praktik. Edhe të gjithë ne kemi disa detyra kur bëhet fjalë për këtë. Prandaj më lejoni ta mbyll këtë diskutim sot duke ju thënë, nuk e di se në çfarë kishe shkoni. Shpresoj të shkoni në një kish. Nëse e dëgjoni moment vendimtar, e dini që e besoj këtë me shumë pasion. Çdo të premte, u them të gjithë njerëzve, sigurohuni që të shkoni në kish të dielën. Mos e përdorni moment vendimtar në radio apo në televizion si një justifikim për qëndruar në shtëpi. Ne nuk jemi kisha juaj. Kur mbledhim financa dhe marrim ofrime, unë gjithmonë them, nëse i përkisni një kishe lokale, asaj i përket e 10 juaj. Mos na jepni ne të 10 tuaj, nuk e duam atë, nuk na përket neve. Ne duhet të kemi prioritetet të qarta. Kisha është prioriteti i Perëndis. Nëse do të kemi sërish një kishë të fortë, do të na ndihmonte të gjithëve që ta zgjidhim problemin e virtytit me cilin luftojmë çdo javë. Dhe ky është mesazhi i fjalës së Perëndis. Kjo është e mundur për gjithë ne. E dini se nëse e di, Perëndia nuk do të na kërkonte këtë bënim, nëse nuk do të ishte mundur. Nuk është e mundur me forcat tona, por ne kemi frymën e Perëndis që jeton brenda nesh. Dini cili është emri i tij i parë? Emri i tij i parë është i shenjtë. Emri i parë i frymës së Perëndis është i shenjtë. Dhe nëse e lejojmë atë që të mbretërojë plotësisht në jetën tonë, edhe ne do të jemi të shenjtë. Haleluja. Amen. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë shkrimin, aq më shumë arrim të kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithsecilin prej nesh. Nëse ju do të doni të filloni një marrëdhënie me të dhe të siguroheni që do të kaloni përjetësinë me të, duhet të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo të një kishe zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin tuaj. Perëndia ju bekoft. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në moment vendimtar.